4 gjëra që të gjithë duhet t'i keni në çantë në rast urgjence. Jemi të prirur të mendojmë se çdo gjë e keqe mund të ndodhë në çdo kohë. Për më shumë, duhet të zvogëloni rrezikun në mënyrë që t'i vini vetes në ndihmë në rast urgjence, duke mbajtur gjithmonë me vete objekte të thjeshta në mënyrë të përditshme që t'ju vinë në ndihmë në këto situata. Sipas Brightside, e rekomandojmë që t'i hidhni një sy 4 artikujve që duhet t'i shtoni në çantën tuaj. Kripa. Përveç se një ushqim me shije të mirë, kripa mund të përdoret edhe në mjetet e mbrojtjes. Kur jeni në rrezik, hidhni krip në fytyrën e agresorit, si për shembull të qenit ose të një personi dhe do të rrijë larg. Një portofoli rrem mund të përdoret si një ndihmës në situatat tuaja kur grabiteni. Mund të jepni portofolin e rrem dhe kështu të mbani paratë e sigurta. Një orë dore. Një orë dore e vendosur brenda grushtit tuaj përgjatë nyjeve tuaja të mesme në situata kyçe mund të përdoret për vetmbrojtëse. Për të thyer xhamin ku keni nevojë, atë mund ta largoni edhe duke mbrojtur veten. Gjithashtu, duhet të mbani pe për të pastruar dhëmbët, i cili mund t'ju vinë në ndihmë edhe në rast se dëmtoheni duke lidhur pjesën e dëmtuar.